Mbi 100 besimtarë musliman nga Shkodra janë nisur mbrëmjen e së premtes drejt vendeve të shenjta për të kryer haxhin, një nga 5 shtyllat e Islamit. Besimtarët, të shoqëruar nga familjar, të afërm dhe qytetar të shumt, u përcollën në një atmosferë emocionuese. Para nisjes, myftiri i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, i inkurajoi ata që të kenë kujdes dhe të përjetojnë këtë udhëtim shpirtëror me përulësi dhe falënderim ndaj Zotit. Përcjellim sonde 103 haxhilerë nga Shkodra, të cilët nisën drejt vendeve të shenjta për të kryer adhurimin e haxhit, që është një prej 5 shtyllave të fesë islame. Edhe gjatë këtyre 2 javëve të fundit kemi pasur takime intensive me haxhilerët tanë, edhe kemi zhvilluar dhe seancat e trajnimit, edhe kemi përjetuar emocione shumë të mëdha. Patjetër që ky është një moment shumë i gëzueshëm për të gjithë ne, edhe për këta vëllezër dhe motra që shkojnë drejt vendeve të shenjta, edhe për familjet e tyre. Edhe besoj se kjo është një bekim i madh për krejt Shkodrën, sepse këta shkojnë drejt vendeve të shenjta me ftesë hyjnore. Këta nuk shkojnë se kanë paguar diçka apo se janë munduar për atë. Këta shkojnë se i thret Zoti. Edhe për këtë ne ndihemi krenar, edhe ndihemi shumë mirë që nga qyteti jon kemi 1100 vëllezër dhe motra që i përgjigjen kësaj ftese hyjnore, edhe patjetër që e mira e kësaj përgjigje edhe kësaj ftese do të na vinë edhe ne në Shkodër. Edhe unë lutem me zemër që të kenë një udhtim shumë të marr, edhe të kenë hax të pranuar, edhe e mira e këtij adhurimi të kthehet në Shkodër me mirësi dhe bekime për qytetin tonë. Haxhi mbetet një moment kulmor i besimit, ku besimtarët angazhohen për një pastrim shpirtëror dhe afrim të ngushtë me Zotin.